Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mos ndihmojnë Evropën në rast të një sulmi rus, ka zbuluar një dokument i Pentagonit, sipas Washington Post. Dokumenti i udhëzimit strategjik të mbrojtjes kombëtare të përkohshme thotë se SBA do të mbështesë Evropën kundër Rusisë me aftësitë e saj masive parandaluese bërthamore, por aleatët duhet llogarisin vetë trupat për mbrojtjen. Qëndrimi i bën jahon thirrjeve të fundit nga Hegseth dhe zyrtarë të lartë të qeverisë për aleatët evropianë që të bëjnë më shumë për të investuar në mbrojtjen e tyre dhe për të reduktuar varësinë nga Shtetet e Bashkuara. Dokumenti udhëzues argumenton për rëndësinë e rikalibrimit të fokusit ushtarak në Kinë, nga frika e një konflikti të mundshëm në pajësor mbi Tajvanin, i cili konsiderohet si gjeostrategjikisht i rëndësishëm dhe kritik për prodhimin e saj të specializuar industrial. Pranimi i ashpër për Evropën vjen pavarësisht angazhimeve ekzistuese të NATO-s, që i detyrojnë anëtarët të ndihmojnë njëri tjetrin në kohë nevoje, vetëm që më parë u thirrën nga SBA pas sulmeve të 11 shtatorit dhe u prit me një përgjigje të madhe evropiane. Dokumenti përshkruan riorientimin e administratës Trump drejt Kinës dhe larg teatrove të tjerë, raporton gazeta. Washington Post shkruan gjithashtu se memorandumi mbante gjurmët e gishtërinjve të fondacionit Heritage, duke përfshirë disa pasazhe që janë pothuajse fjalë për fjalë përsëritje të tekstit të botuar nga think tank vitin e kaluar. Trump denoncoi manifestin e projektit të trashëgimisë 2025 gjatë fushatës së tij, por gazeta gjeti ngjashmëri të habitshme midis udhëzimit dhe një raporti të vitit 2024 nga fondacioni. Dokumenti konsolidon komentet e fundit të zyrtarëve të administratës së SBA do të bëjnë presion ndaj aleatëve në Evropë, lindjen e mesme dhe Azinë Lindore për të bërë thirrje më të mëdha në shpenzimet e mbrojtjes, duke reduktuar varësinë nga Shtetet e Bashkuara. Prandaj aleatët e Amerikës në mbar botën do të inkurajohen të udhëheqen në parandalimin e agresionit nga Rusia, Korea e Veriut dhe Irani. Pentagoni gjithashtu pritet të ketë prioritet kundër grupeve militante në lindjen e mesme dhe Afrikë që janë destabilizuese në rajon, por që nuk kryejnë sulme ndërkombëtare. Mesazhi jep një ton shqetësues me SBA-t që luajnë një rol qendror në mbështetjen e sigurisë së tregtisë detare dhe duke punuar me partnerët ndërkombëtar për të ndihmuar në zbutjen e konflikteve rajonale, duke shtuar pasojat humanitare, SBA dhe Britania u zotuan kohët e fundit të reduktojnë ndihmën e huaj. Zyrtarët evropian paralajmërojnë se ata janë aktualisht të papërgatitur për të marrë me një pushtim rus nëse Putini vazhdon për te Ukrainës. Duke folur për BBC Radio 4, generali më i lartë gjerman paralajmëroi se Putini mund sulmojë territorin e NATO-s në vetëm 4 vjet. Karsten Breuer tha se do të nevojiteshin 100.000 ushtar shtesë për siguruar aftësinë e vendit për të mbrojtur veten. Gjermania dhe Polonia pritet të jenë ndër vendet që udhëheqin përpjekjet e Evropës për të forcuar sigurinë kontinentale dhe janë ngarkuar nga NATO që të ofrojnë pjesën më të madhe të forcave toksore që do të vepronin si përgjigjet e para ndaj çdo sulmi rus në krahun lindor të aleancës. Polonia është tashmë shumë përpara homologëve të saj evropian për sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes, duke njoftuar një rritje deri në 4.7% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen këtë vit. Vitin e kaluar media gjermane zbuloi se kombi do të zhndërrojë në një bazë të NATO-s nëse konflikti përshkallëzohet drejt lindjes. Sipas një dokumenti të zbuluar prej 1000 faqesh të titulluar Plani Operacional i Gjermanisë, thuhet se vendi po pret qindra mira trupa nga vendet e NATO-s dhe shërben si një qendër logjistike për dërgimin e sasive të mëdha të pajisjeve ushtarake, ushqimit dhe ilaçeve në front. Një raport i Der Spiegel në ver tha se deri në 800.000 ushtar nga bloku i sigurisë mund të strehojnë nga Gjermania, ndërsa lëvizin në pozicione më në lindje.